Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Gjakov në Kosovë, ku ka mbetur i vrarë xhaxhai i Elionës, Eliona, e cila ishte finalist i Big Brother VIP Kosova. Për të folur mbi këtë ngjarje të rëndë, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Faton Mehmeti. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Zoti Mehmeti, çfarë ka ndodhur në Gjakov? Po rreth orës 5:20 minuta, pas të shtenave me orë më ka ndruar jetë Rasim Binokaj, 38 vjeç, siç e cekët me jo xhaxhai i Elionës, i cili ka mbetur i vrarë në vend, ndërsa një person tjetër që ishte me të është plagosur dhe momentalisht gjendet në spitalin e ortopedisë në Gjakov me disa lëndime të lehta, të cilat sipas drejtorit të Spitalit Gjakovës nuk janë serioze dhe thjesht janë disa gërvisje që i ka psuar personi i cili ishte bashkë me Rasimin. Këtë vrasje thuhet që e ka kryer pronari i lokalit në cilin ata ndodheshin, me cilin Rasimi ishte edhe shok. Pra ka qenë shok, mirë po në mëngjes pra ka ndodhur kjo vrasje për arsyet ende të panjohura. Kujtojmë që lokali në të cilin ka ndodhur vrasja ka punuar vetëm natën, pra nuk është një lokal që ka qenë i hapur ditën, për këtë arsye njerëz cilët si Rasimi dhe të tjerët e kanë vizituar vetëm në orët e vona të natës deri në mëngjes. Dhe duke zbardhur agimin në mëngjes pra ka ndodhur kjo vrasje. Fatona, kemi informacione se në çrrethana pra ka ndodhur ngjarje dhe ka pasur konflikte më përpara mbi motive pse ka ndodhur ngjarja? Nuk është se këta personin fjalë pra që dyshohet që ka kryer këtë vrasje është i njohur për organet e rendit dhe drejtësisë. Mirë po, nuk është se ka pas me personin me të vrarin ndonjë mosmarrëveshje më herët, s'po të raportuara. Mirë po, gjithmonë sipas informacioneve, ngjarja ka ndodhur për çështje biznesi, pra për qerim hesapësh, për shkak se nuk kanë rënë në ujdi për disa marrëveshje financiare. Për këtë arsye edhe një pjesë tjetër që po ndjek policia është edhe një femër mes që mund të jetë shkaku i kësaj vrasje. Këto janë pra dy pistat që po hetohen momentalisht dhe është e habitshme se si kjo vrasje ka ndodhur në çast për arsye se personat në fjalë kanë qenë edhe shok. Në këtë kuptim, kjo ka qenë e befasishme edhe për familjarët e Rasimit, të cilët kanë theksuar që ka qenë thjesht e papritur, në kuptimin që nuk ose edhe tashmë ndjeri kishte raportuar ndonjë pakënaqësi ose ndonjë konflikt që ka pasur tashmë të dëshuarin. Kështu që policia është duke kryer hetimet, trupi i personit ndodhet në obduksion për të bërë gjitha ato procedura që duhet, pastaj do të lirohet për varrim dhe familja sipas rriteve pra të tyre do ta varrosin në Gjakov. Sa i përket autorit të ngjarjes, ka ndonjë informacion se ku është, pra është arrestuar, është ende nuk është arrestuar? Jo, personi është në momentin që e ka kryer krimin, e ka marrë edhe armën me vete, pra edhe arma nuk gjendet, kështu që ai është arratisur menjëherë dhe mund të ketë dalë edhe në Shqipëri për shkak se është shumë afër vija kufitare dhe mund të ketë dalë në Shqipëri të jetë strehuar dhe derisa ai ta shet nevojshëm ose jo për të dorëzuar ose jo, por gjithmonë sipas informacioneve mund ta ketë kaluar kufirin dhe të ndodhet në Shqipëri. Faton, Elionës nuk është fatkeqësi e parë që i ndodh, mos gaboj, apo? Po, ka pasur edhe një fatkeqësi tjetër në familje, kështu që kjo vetëm sa e ka rënduar, si me thonë, gjendjen e saj edhe më tepër. Duhet flas edhe për një çështje tjetër, ka të bëjë me arrestimin e Gjestit. Kemi informacion se po themi çfarë ka vendosur gjykata, pra se ka vendosur arrest me burg, po ku është bazuar për këtë vendim gjykatës dhe a kemi prova të tjera që kanë dalë në skenë pas vendimit gjykatës? Po, pronarët e Onimas që janë përgjegjës për me cilët edhe ka ndodhur si thua shokti, ata sot kanë deklaruar që brenda kësaj jave do ta marrë një konferencë ku do të paraqesin
edhe më tepër, si thua, për ta ndriçuar këtë rast, ata kanë vërditur se do të shfaqin në videot ku Gjesti ka hyrë me armë dhe ka shkatruar edhe disa kompjuter të studios atje dhe ka kërcënuar me armë edhe punonjësit e Onimës, që është një produksion shumë i njohur këtu në Prishtinë. Kështu që pritet që gjatë kësaj jave ata vetëm ta bëjnë publike këto, mirë po të kujtojmë që policia i ka dhënë Gjestit 30 ditë para burgim për shkak se ai, si thua, ngarkohet me 3 vepra për dëmtim të pasurisë, për armbajtje pa leje dhe për kërcënim. Pra këto janë 3 veprat me cilat Gjesti ngarkohet dhe mbetet për të parë se cilat janë, si thua, hapat pas një muaji. Megjithëse Gjesti në seancën dëgjimore, përmes avokatit tij, ka kërkuar falje dhe ka thënë që është në një gjendje shumë të vështirë emocionale dhe financiare, ka thënë që është. Edhe për këtë arsye, pra në ndikim të këtyre gjërave, shto faktin këtu që edhe vllai i tij kishte ndruar jetë, gjitha këto janë përmendur si arsyetime që kanë qenë ngarkesë emocionale shumë të mëdha për Gjestin, gjë që nuk ka arritur ai ta kontrolloj veten. Mirë po, gjykata ka vendosur sipas kërkesës së prokurorisë, për shkak se Gjesti nuk ose vetëm ka shkuar aty dhe ka bërë shamat, mirë po ai ka pas edhe një armë, gjë që ka qenë, si thua, edhe arsyeja kryesore që nuk është lënë i lirë, me bindje dhe se ai përsëri mund të shkojë dhe të kërcënoj në vendin ku ka qenë. Në këtë kuptim, atij është dhënë 30 ditë, pas 30 ditë pritet që të dalë prapë në seancë dhe pastaj do të pritet se çfarë do të vendosë. Mirë po, janë gjosa të mëdha që duke pas parasysh që Gjesti gjithë këto vepra i ka kryer, gjosat janë të mëdha që ai prapë të vazhdojë të qëndrojë për 2 muaj të tjerë në paraburgim. Po do të pyes dhe e di që s'ka lidhje shumë edhe me profesionin tënd, po ngjajshëm si edhe në Kosovë edhe në Shqipëri është zhvilluar një quiz në Big Brother VIP Albania dhe besoj se i ke përcjell edhe përgjigjet e shkëlqyera që kanë dhënë VIP-at. Çfarë po ndodh me VIP-at tanë fakt? Po, me thon VIP-a se nuk, unë për në gjykimin tim nuk janë VIP-a, po kam mbetur ashtu. Po mos të hym kësaj teme. Të thuash që shekulli ka 15 vite është një gjë elementare që mësohet në shkollë fillore. Dhe ajo që është e tmerrshme në gjykimin tim ose si media, çfarë si thua, çfarë modeli po ju shërbejnë qytetarëve, çfarë modeli po ju japin trive tonë me njerëz që nuk kanë asgjë, asnjë vlerë përveç disa vajzave të cilat bëjnë, si thua, disa trike sensuale edhe për të shfaqur vep gjykimin tim. Unë nuk e di Selini çfarë vipi është. Unë nuk e kuptoj çfarë ka bërë ajo që të konsiderohet vep. Me çfarë unë nuk e kam dëgjuar kurrë që ka bërë diçka të rëndësishme që spoku brenda kufive shqiptar po mendoj që ka bërë një jehud, diçka pozitive po flas. Ajo lëre më që nuk ka bërë asgjë që ka qenë një orë. Pra, Big Brotheri nuk po bën VIP-a në Big Brother, nuk ka se po shkojnë VIP atje, po Big Brotheri po i bën VIP-a. Kështu që gjykimin tim kjo e ka tregu vetëm nivelin e ulët të shoqërisë, edhe realisht ne mund të gjykojmë ditë e natë, mirë po ky është niveli i shoqërisë tonë shqiptare në Kosovë, në Shqipëri. Fatkeqësisht dhe këtë model të rinj e përqafojnë dhe sot shumë më i njohur është Selin se sa ta zëm një shkrimtar që 20-30 vite merret me letërsi, ose një mjek që ka zbuluar edhe diçka shumë të rëndësishme, nuk e njeh askush, por e njeh atë, ose sojnë atij Rogerti që është thjesht i pakontrolluar dhe nuk di se çfarë ka bërë, me çfarë profesioni, nuk di çfarë i ka shërbyer kombit, nuk di shoqërisë, nuk di një shërbim publik që e ka bërë që ta meritoj për të quar vep. Kështu që nuk është e habitshme në gjykimin tim, ato janë thjesht si thua, është
për ligje e mentalitetit të kësaj shoqërie e cila çdo ditë më tepër po degradohet nga antivlerat dhe realisht njerëz cilët kanë vlera për kombin ton janë njerëz që nuk i njeh as rrethi, përveç rrethit ngushtë familjar nuk i njeh askush. Kështu që se nuk është që ju jepen hapësirë. Kjo është fatkeqësi kombëtare dhe në gjykimin tim, kjo vetëm sa e ka demonstruar një herë atë që unë e kam thënë që kjo është një mjerim kulturor edhe një mjerim socio-ekonomik i shoqërisë tonë. Është fatkeqësi që kjo që po ndodh, por nuk kemi çfarë të bëjmë tash në gjendemi në botën e klikimeve ku më tepër klikohet Selin që nuk ka bërë asnjë gjë të vlefshme për gjithë jetën e saj, se sa flirtimet Big Brother me meshkuj, se sa dikush tjetër që tërë jetën është mundu me mishe me shpirt për kontribuar në një lëmi ose një lëmi tjetër. Kështu që për ta mbyll këtë mendimin tim, unë do të thoja që televizionet duhet të jenë shumë të kujdesshme se çfarë po i ofrojnë shoqërisë, se shoqëritë, fëmijët tonë, të rinj tonë i ndjekin si modele, sepse unë punoj edhe vetë në arsim edhe nxënësat ndonjëherë vetë thonë që po pse me mësu ne, për çfarë të mësojmë ne, çfarë arrijmë ne nëse mësojmë. Mjafton të bëjmë disa video në TikTok me të shohura, me të pashara, edhe arrin të bësh vep, edhe duke u bërë vep je i pranishëm televizione, merr kontrata të mira, edhe kaq, do thot, kjo është rruga për me deportu më lehtë se sa rruga e shkollimit dhe edukimit që ne çdo ditë mundohemi fëmijëve po dhe nxënësve tonë t'ju tregojmë se kjo është rruga më e mirë po kur shohin që këta vipat dalin çdo natë televizion dhe bëjnë një jetë shtrejt, atëherë e ke shumë të vështirë ta bindesh se rruga më e mirë është kjo rruga cilën ne i themi. Aton faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.